direkt në bisedë me përzierësin e grupmoshave të reja Arnor Morinën. Arnor, faleminderit shumë që je sonte me dëgjuesit e Radio Dukagjinit. Me kënaqësinë më të madhe, ne. Sot u mësua shorti për kombëtarën e Kosovës në fazën e play-offit në ndeshjen gjysmëfinale ballafaqohemi me Slovakinë. Sa do të jetë sfidë e vështirë sipas jush? Po, secila sfidë është e vështirë sot. Nuk ka më kombëtare të vogla dhe kombëtare të mëdha, po shihni çfarë rezultate po ka befasuese në për tam botën, jo vetëm në Evropë. Kështu që mendoj që edhe kjo ka me qenë një ndër sfidat e forta, mirë po ty e po kualitetin e ekipit tonë dhe ty e po se si po shkon loja, mendoj që na kemi një përparësi të vogël ndaj slovakëve. Ndeshja luhet në Slovaki, mirë po mos harrojmë që na kemi tregu kvalitet edhe në ndeshjet si mysafir, e është një atum tepër në anën tonë. Plus kësaj, në këtë kampanjë është dëshmuar edhe përkraje jashtëzakonisht e madhe si në Suedi, si në Sloveni. A mund të presim edhe në Slovaki të ndodhe njëjtë ashtu në qendër të Evropës pothuajse? Po, Dardant kanë treguar një përkushtim shumë të madh në organizimet e tyre edhe për organizime dhe koreografi të ndryshme këtu në stadiumin Fadil Vokrit e në Prishtinë, mirë po edhe për organizime dhe udhëtime të gjata bile deri në Suedi që përmendet, por mendoj që nuk do të rjeken edhe nuk do zbrapsen as në këtë sfidë. Edhe pse kjo ka me qenë sfidë paksa më e rrezikshme se sa sfida tjera, për arsye se e dim se Slovak janë ata të cilët kanë pak një farë të themi ashtu rezerve ndaj neve, mos përdorin ndonjë fjalë më të rëndë, sepse ato i përkasin politikës, por prapë them Dardant ty i njoft qysh po organizohen, kush janë, çka janë edhe prej kajt po mbledhen prej katër anëve të Evropës, besoj që kanë me qenë aty edhe me përkrah Kosovën edhe në këtë takim. Ama edhe në këtë rast e përmendën ti në mes të rreshtave, përsëri sporti del një farë lloj diplomacie, po shkojmë në një vend që nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe duhet të respektoj tash edhe simbolet edhe himnin. Po jo vetëm tash, po ti e dinim se unë ti njihemi shumë herët, edhe unë edhe shumë para pranimit dhe para shumë gjëra të tjera që kanë ndodhur kom fol se sporti është ai i cili ta afirmon më shpejt se sa të gjitha mbledhjet që mundin me u majt nëpër parlamentet të ndryshme të botës. Funit mos harrojmë në gjatë historisë ato parlamente na kanë ndarë. Po. Sot na duhet me u ballafaqu edhe me ato shtete të cilat vetë janë ndarë, sot me u mundu me të shit një farë morali të rrajshëm. Mirë po kjo neve na bën veç më të fortë. Kjo neve na bën më të fortë. Klamori i Kosovës o ngritë edhe në Rusi, edhe në Spanjë, edhe do të ngritet edhe këtu në Slovaki, kështu që ata edhe nëse kanë diçka që është e huja për neve, atëherë s'kan çare po ballafaqu me të gjitha këto gjëra që po i përmendi. Në short realisht e kishim opcionin me na ra Polonia, Walesi dhe Çekia na ra Slovakia. A është kjo ma e mira që ka mund në rënë short, apo ke pas një dëshirë tjetër? Jo, unë kom pas tonë edhe më herët, të gjitha këto ekipe janë ekipe kvalitative. Sado që edhe kom thonë që na jemi pak euforik, na shpejt të nxehemi, shpejt ftofemi. Po. Nuk ka më ekipe të dobta. Këta nëse e këshyrim për ka emrat e mëdhej mbrana ekipës, ta i kanë vetëm 2-3 vete emrat të mëdhej kështu realisht që njihen në Evropë. Mirë po si ekip janë shumë kompakt. Mos harrojmë ta që këta se kanë hu pas një lojë si vendas. Ta kanë mujtë edhe Gjermaninë si vendas. 2-0 kanë mujtë Gjermaninë. Po. Mandej kanë hu prej Gjermanëve në ndeshjen e fundit 6-0. Por si vendas nuk kanë hu, që tregon se kanë një farë kompaktësie mbrana ekipit e cila t'jap për me menu se janë ekip për me u respektu. Po në anën tjetër na kemi ekip i cili si mysafir ka shënu gola. Sakt. Edhe kemi ekip i cili po mundet me u transformu prej formacionit në formacion, që është për mu përshëndet dhe për mu duart rokit. Edhe mendoj që gjithsesi djemt ton për mu gjithsesi djemt ton janë me një imagjinat më të madhe se sa që janë futbollistë slovak.
Edhe tash mbetet ajo që unë gjithmonë e potencoj edhe gjithmonë e kom folë dhe do ta folë gjithë. Tash vjen koha e pauzës, edhe mandej do të me këshyr djemë ton me u pregatit mirë në për klubet e veta, mbi të gjitha mos me qenë të lëndum, edhe me orë të pregatitu, sepse në mars veç është pjesa ku nuk ka mu përmirësime. Do të thotë çka ke punu në klub, ke punu, qysh je pregatit, të vjen një 3 ditë, 4 ditë para kësaj ndeshje. Edhe keni mundësi. Nuk është ndonjë kohë e madhe për me punu diçka ekstra, edhe ki vetëm një mundësi. Tash, për mu personalisht, edhe vet arritja në play-off është sukses. Po, absolutisht. Edhe po ndigjoj që dikush po thot, po nuk është se duhet me synu me shku, po ka shtete që janë 200 vjetë shtet e s'kan shku asnjëherë, ka shtete që synojnë me u bo kampion të botës e nuk bon për viteve të 60, a kanë ligë super të furtë si që në Angles, për shembull. Na mrena një dekade jemi këtë fazë. A na halo pa e bo një dekade, po. Halo pa e bo një dekade, na jemi në këtë fazë. Po tash, kjo është çajo e lidhur me ato që thash, na jemi shumë emotiv, shumë të vrullshëm. Tash ty bisedu me shok edhe ty u gëzu edhe ty bo ka pak hajgare, po dhoj, mena tash kur te mujmë edhe Slovakin, edhe Turqin ose Rumunin, edhe shkojmë në Amerikë. Çka ndodh tash me neve? Kur gjë se ndodh, ja, veni tret mas pakti që na knas neve. Ma poshtë nuk vjen shprehje kur gjë. Ne jemi qashtu, qas si populli jemi, mirë që jemi qashtu, sepse gjithmonë duhet me synu ma të mirën, mirë po duhet me qenë real. E vërtet. Kemi përballë ekipe të cilat janë me të vërtet të kompletume, kemi ekipe që investojnë me miliona, me miliarda në futboll, siç janë turqit. Po. Kemi ekipe që kanë dalë njëjtë për sistemit komunista, socialista, qysh dori siç janë rumun. Po. Mirë po që e kanë bërë infrastrukturën super të nivelit në lartë. Besa edhe kanë kalume në evropiane në botëror. Po si jo, kanë kalume, kanë atë shkollën e cila prodhon shumë lojtarë kualitativ. Mirë po, na me të gjithë këta po të regojmë që po mujmë me u bajt edhe kjo është për me u përshëndet dhe me u duar të rëkit. Hipotetikisht nëse eliminojmë Slovakin edhe na bjen me, po themi, në bazë të favoritëve, na bjen me lujt me Turqin, a i bjen kjo si me qenë me ballafaqim me Turqin, i bjen tamam si një ndeshje e kampionatit botëror. Për çfarë niveli po flasim? Po flasim na për një nivel ku për shembull vetëm një shënim me dhon, vetëm një shënim. Në kampionatin e tyre ka lojtarë që luajnë që kanë transfer 40 milionë euro, apo? Kanë deri 80 milionë euro. Sakt. Apo? Që është transfere të cilat i hasim ndoshta në top 5 ligat evropiane. Po, 5 ligat evropiane, apo? Kemi të bëjmë me një ligë që mbledh futbollistë prej 4 anëve. Sakt. Edhe një ligë që ka lojtarë të vetë në për klubet mira evropiane. Sakt. Apo? Sakt. Do të thotë, krejtë është kjo e arritun e asaj që shteti ka investu me dekada. Absolutisht, shumë e vërtet. Prej të 83-ës, kur stadiumet e tyne kanë qenë shumica me dhe, edhe mandej tash na i kemi edhe gjeneratën e 3 të stadiumeve të ata, të cilat janë super luksoze, ju e dini. A ku kemi met na me këtë investim? Do të thotë që kjo është diferenca edhe pse ata shkojnë qatë shumë për parë. Pse shkojnë gjysa e Evropës dimnit në përgatitje në Turqi. Sepse ekzistojnë kushtet fenomenale për punë, për ushqim preferuar të sportistëve, për mjekësi sportive edhe të gjitha gjëra tjera të cilat janë parakusht për me mri një rezultat pozitiv. Paramendjes po folim për infrastrukturë, se ato e kanë rregulluar. Po flasim për sane tjera. Ata e kanë rregulluar dhe tash çast larg kanë shkuar nëse ke mujt me përcjell ato kampet stërvitore të janë në niveli super të lartë. Edhe normalisht që krejt kjo shpaguhet sepse këta janë gjithmonë ose në përfundim të gorave ose marrin pjesë në kampionate evropiane apo botërore, çu doni. Sakt. Por në anën tjetër tash edhe aty e shoh një adut tonin sepse ata e kanë selektor Montellën, i cili faktikisht i ka udhëz deri me tani, por në bazë të asaj çka lexohet, çka ndëgjohet nëpër mediat të tyre të Turqisë, ka pas një farë zbrasie në komunikim.
Pa kënaqësi. Jo, nuk ka qenë bash relacioni mirë i komunikimit për arsye se Montella nuk flet turqisht. Ka shku nëpërmes përkthyesit, pak anglisht, pak italisht, pak nëpërmes përkthyesit. Atë na është e barrier pak më ndryshe. Te na të gjithë ata jam din me fol gjuhën angleze. Edhe kemi shumë lojtarë që flasin gjermanisht, nëse komunikojnë me trenerin direkt gjermanisht, ta përkthejnë këtyre tjerëve edhe në atë barrier nuk e kemi. Do të thot edhe këtu mujme qenë me thonë që e kemi një përparësi. Prapë po thonë, 8 kundërshtarët, Slovakia mu po dihet që kemi kundërshtarë dhe këta dytë hipotetikisht Turqia ose Rumunia, janë kundërshtarë të fortë, mirë po mendoj që me tetrijat na mujnë mu bojt në mënyrën më të mirë. Tek e fundit, jo gjithmonë triumfon parja ose favoriti, po ka njerë triumfon edhe dëshira e madhe për sukses. Dëshira e madhe për sukses, karakteri, mohimi, respektin ndaj fanelës, përullësia edhe rezultati vjen. Në pyetjen i gazetar tha na kanë mujt Rumon 3-0. Thash Rumon edhe 300 vjet me on me lut, mo nuk mujnë me na mujt 3-0. Na kanë mujt çush na kanë mujt atëherë nëse të kujtohet. Po. Edhe ajo ka qenë një ditë e keqe ku as lojtarët s'kanë qenë shumë të komponuar sepse kanë qenë po duket lojtë e para që me trenerin e ri, edhe mas asaj këtë gjanat kanë shku në favor të Kosovës. Edhe e fundit Arnor, a e gjeti Foda formulën e formacionit me këtë 5-3-2-shin? Apo e konvenon mas shumë të Kosovës? Pasi e pom që pas Zvicrës ndryshoi dhe ky formacion na ka sjell goxha sukses. Edhe pse në ndeshjen e fundit ndaj Zvicrës e ndryshoi formacionin në pjesën e dytë, po edhe ajo funksionoi. Unë e përmend edhe në fillim që është ekip e cila po mundet me ndru formacionin edhe brenda lojës. Jo vetëm për lojë, po edhe brenda lojës. Kjo është faktikisht që pak njerëz e din Foda kur ka këtu ka marrë ndjedhje me neve selektorët dhe kemi diskutuar formacioneve. Do të thotë kur ka para 2 viteve, prap tash para 3 muaj kemi pas prap një takim ku prap kemi biseduar të këtyre gjanave. Era edhe kërkesa e të Fodës për kategoritë e reja. Edhe kemi folur rreth formacionit, edhe ajo çka ka rënë sy dhe çka është vërtetuar aty ka qenë se formacioni preferuar i tij është 4-2-3-1. Edhe kur kemi biseduar na ka thonë e ideja tjetër, na normalisht të gjithë ty e di që nena bajagi kështu gjakë nxehta, e ki po dhe të fëmijët këtë kanë qef me lut në sul, mbrojtje s'ka qef kërkush me lut. Na kemi thonë 3-4-3 dhe 3-5-2, edhe ajo habita që vë 3-4-3, 3-5-2. Po na ja spjegum, kemi qenë selektor të aty dhe ja spjegum që të na, edhe kur t'i pyet fëmijët thotë unë jam mesfushor ofanziv. Kërkush nuk do të mesfushor defanziv. Edhe ty analizu, ty bisedu, kemi onë përfundim që mundet me ulujt sepse tash ka lojtar të cilët kanë orë me imbulu këto zbrastina, sepse ky tresh i mrapa gjithmonë defanziv është një 5. Po. 2 ansorë po bën 5, po bën 3 në mes në shumë raste 4. Edhe transferimin kundër sul. Po. Mande kur bëhet tranzicioni bëhet i shpejt me topa në fillësi e tjera, po në përgjithësi kjo është një punë mirë e bome, edhe ajo punë na ka sjell rezultat, na ka sjell gëzim, na ka sjell fitore, edhe na ka sjell një reklam shumë më të madhe se sa që menojnë njerëz se mundet me bo futbolli, sportin përgjithësi, po futbollin veçanti. Unë të falenderoj shumë për kohën që ndave për neve dhe për bisedën, edhe shpresoj që mas një periudhe të kemi edhe në studio për të diskutuar gjëra gjatë pasi kemi çka flasim shumë. Faleminderit, me kënaqësinë më të madhe edhe punë të mbarë të gjithëve. Faleminderit shumë.